Operatori shpërndarjes së energjisë elektrike ka nisur në rang vendi ndërprerjen e energjisë të debitorëve dhe vjedhësve të saj. Në Tiranë, policia njoftoi se u arrestuan për vjedhje të energjisë disa pronar lokalesh, diskosh, lavazhesh dhe dyqanesh. Në këto aksione inspektorët po mbështeten nga policia e shtetit. I tillë ishte edhe aksioni tek një biznes debitor në autostradë në dalje të Tiranës, ku i pranishëm ishte edhe Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri. Ndërhyrja tek ky biznesi shërbeu për të treguar se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim. Jemi duke vepruar në gjitha pikat ndryshme të Tiranës dhe ky operacion do të shtrihet në shkallë të gjerë në të gjithë Shqipërinë dhe ditë për ditë ju do të shikoni që do të kemi raste konkrete të ndëshkimeve konkrete të personave abuzues. Dhe besojmë në fund të ditës, çdo ditë do të keni dhe numrin e personave të arrestuar, të ndaluar për ndërhyrje të paligjshme në rrjetin e energjisë elektrike. Ministri njoftoi se pas sipërmarrjeve është radha e familjeve debitore dhe i ftoi ata të fillojnë pagesat e energjisë. Qytetarët që nuk kanë paguar energjinë, është mirë që të paguajnë energjinë, të shkojnë në zyrat e shpërndarjes, të kërkojnë edhe mundësi të pagimit pjesor sipas mundësive që ka shoqëria. Çka është më e rëndësishme është qytetarët që janë debitor do t'ju ndërpritet energjia. Shumë qytetarë dhe ata që do të tentojnë ta rilidhin energjinë pa autorizimin e korporatës, do të kryejnë dhe ata një krim penal sepse është ndërhyrje e paligjshme në rrjet. Edhe në qytete të tjera të vendit ka nisur verifikimet dhe arrestimet kryesisht nëpër biznese të ndryshme. Në Prokurinë e Elbasanit janë 168 raste të dërguara, ku pjesa më e madhe e tyre janë biznese. Por deri më tani nuk ka arrestime nga policia dhe organet e drejtësisë. Përfaqësuesit e OSHE-s bëjnë të ditur se prej kohësh task forca që ndërpret energjinë debitorëve po operon në terren. Gjatë ditës së martë aksioni ka vazhduar edhe në Fier e Vlorë, ku operatori shpërndarjes për këto zona bën të ditur se janë zbuluar 258 abonentë që vjedhin energji. Në Vlorë kanë kaluar në gjykat 22 çështje, mes të cilave 3 arrestime me burg dhe 19 raste të tjera në shqyrtim. Në Fier bëhet e ditur se janë ndërprerë 103 lidhje të paligjshme në rrjet dhe janë dërguar në prokurori 9 abonentë. Në zonën e Kukësit, operatorët e OSHE-s dhe policia janë fokusuar tek bizneset. Lidhjet e paligjshme janë vënë re në lokale dhe sipas drejtuesve në këtë zonë, ndaj pronarëve të lokaleve ka nisur procedim penal.